Dëgjohet publiku që se tua mere qëllin ta ka më falur më merë. Ti e bota, ti e djeli, ti e deti, ti e shjeli, ti e ai, të dua ty. Je gjysma ime në këtë jetë, që t'ka që kam, nëse një ditë më nuk do jem, më shkruar dhe nëntor, e jo t'ja jam, një oqean që në ndan, të ku nje sot, nëse një ditë qeli do të qaj, djeli do të ti të ngroj. Po, pito se s'kemi arrit ke refreni dytë. Ton shpirt dashuria, te pustet gjeta jet, ku më prek të them të tua, e janë të mia t'bustet tua, mere qëllin ta ka më falur më merë. Ti e bota, ti e djeli, ti e deti, ti e shjeli, ti e ai, të dua ty. Je gjysma ime në këtë jetë, që t'ka që kam, nëse një ditë që Më vjen keq, por nuk je intonuar dhe nuk i ke fare kualitetet për të qenë një këngëtare, ndonse je e lirë natyrisht që të këndosh në jetën tënde të përditshme për ty si terapi, të këndosh bën gjithmonë mirë. Për mua është një jo. Nuk do të shtoja ma shumë se Elsa, nuk ishe në intonacion, kishte edhe probleme ritmike, duke shumë bukur, dhe uroj të kesh fat ndonjëherë tjetër, pse jo, ndoshta me ushtrime edhe mund janë gjëra që mund të përmirësohen. Unë nuk do isha me Elsën që nuk e lidhje me muzikën. Unë kam mendimin që se gocë e reje. Po të punosh, kam mendimin që dikur do arrish. Mendoj se arrin. Ta mbash mend si një ngjarje të bukur në Albania's Got Talent, pavarësisht nga rrëzimi, quaj pikën e punës e të ringritjes tënde artistike. Tentova deri në fund në fakt që të shija pak shprehse për të kaluar, por megjithatë edhe nëse unë nuk të kisha shtypur të kuqen, mendoj që do ishte 3-1. Mendoj që ëndrrën tënde ti e bëre realitet suksese në jetë.